Përshëndetje dhe mirëseri në Instagram. Sot se më të shikoni jam pa make-up sepse gjithmonë kërkoj rast në t'jem pa make-up me që është edhe fair. Nuk jam vetëm, jam të Makeup Forever bashkë me Resin, e cila është si shpirë sepse përveç që është shumë e mirë, është shumë talentuar. Sot, për çfarë do flasim? Për make-up, sigurisht. Për make-up. Dhe me që është verë, menduam, në fakt, Rezi të rekomendoj disa luke, 2 luke më saktë, me ngjyra sepse edhe sa I pëlqejnë të shkojnë shumë, edhe me që është verë të guxojnë pak më shumë vajzat, jo në plazh, kur dilni jashtë për kafe, kështu. Çfarë ngjyra të pëlqejnë këtu më shumë për? Ngjyra ime e preferuar është e kuqja, sidomos me që shumë pak njerëz guxojnë me të kuqen dhe më pëlqen gjithmonë të jem pak ndryshe tek syt. Për shembull, çfarë tipare duhet të kesh të shkojë kuqja, sepse është ngjyrë e vështirë. Është ngjyrë që përshtatet shumë mirë me syt jeshil, dhe unë preferoj shumë kombinimin e të kuqes me jeshilen. Mirë është që çdo njeri të bëjë ngjyrat që I përshtaten dhe që I shkojnë. Për syt kaf për shembull është bluja, jeshilet, për syt jeshil janë lilat, të kuqet, ngjyrat e ndezura të forta. Edhe me që është verë, pse jo të provojmë me gjëra kështu të ndryshme, edhe jo vetëm me kuqe, po të shtosh edhe një ngjyrë tjetër. Dhe gjithmonë me shkëlqim. Gjithmonë dihet, edhe për pjesën e highlight për shembull, me që është verë, zakonisht highlighting ngatrohet me djersën, mund të thuash. Si mund t'i shmangemi? Me një setting powder shumë të mirë, me një primer mattifying, e shmang dhe atë efektin e djersës, sidomos për lëkurat e yndyrshme që do shkëlqejnë. Edhe këtu I keni shumë produkte të mira, edhe karreta e furnizimit I ri me Samsung. Po, dhe presim prap të reja, produktet e verës, waterproof, pritet të vinë tani, akoma kam provuar një pjesë, akoma po pres të reja që të eksperimentoj dhe me ato, dhe zi e pres. Kur tham për shembull waterproof, realisht nuk ik nga uji, për shembull mund të zhytesh, ose mund të lash fytyrën në mosike? Dhe mosike, po. Kontakti me ujin nuk e prish make-upin. Kjo është gjithë ideja e waterproof. Pastaj nëse çmendesh në verë dhe zhytesh 1 milion herë, ajo nuk është e pashmangshme që diçka do lëvizi, po je safe dhe nga vapa dhe nëse djersin ecën në rrugë tani me këto temperatura, është shumë e sigurt që make-upi nuk do të lëvizi dhe rekomandohet. Për shembull, ato luke që do bëjmë ne rekomandohen për një xhiro në darkë ose në pasdite. Por janë edhe disa luke për në verë, tipë që nëse do të shkosh në plazh, të bësh çfarë mund të bësh të syr? Nëse do të bësh diçka patjetër. Nëse je person që nuk ndihesh mirë të dalesh pa foundation, mund të bësh një foundation me bazë uji, që është dhe waterproof dhe nuk është shumë mbuluese, nuk duket sikur ta mbyt lëkurën. Thjesht e unifikon lëkurën, jep një tretshmëri, që është e këndshme për syrin, por prap nuk duket që ke bërë make-up. Nuk e mbyt gjithashtu, po, nuk e mbyt sepse nuk I bllokon poret, është foundation shumë e hollë që lëkurat ajroset edhe të mos kesh probleme të t'japi vapsh, shqetësime. Kjo është diçka që unë e rekomandoj për verën, gjithashtu dhe rimeli, vetullat, janë gjëra që mund t'i bësh. Gjëra bazike. Mund t'i bësh në plazh, po më shumë se aq është pak tepër. Një ngjyrë të syr. Po, një super penel, një cat eye, nuk është rekomandueshme. Për shembull, nëse insiston një vajzë që do të lyhet për në plazh, më të pëlqente nëse bënte ndonjë eyeshadow, një ngjyrë. Po, mund të jetë një ngjyrë e ëmbël, një ngjyrë pjeshke, një rozelet. Është okay, sepse duket pak natyrale, ka njerëz që e kanë dhe vetë lëkurën shumë të hollë dhe meqense duken damarët poshtë, duket sikur ka një eyeshadow, deri aty mund të shkosh, deri tek ato ngjyrimet që lëkura I ka vetë. Po mirë që mos të çmendesh, për shembull me jeshile, me blu, nuk është e natyrshme. Për vajzat që kanë tendencën të shkojnë me full coverage në plazh. Okej, sa keq ndikon kjo gjë? I bën shumë keq vetes, sepse lëkura duhet marrë ajër, sidomos në verë, në vap, nga pluhurat, çdo gjë ngjitet mbi make-upin tënd, ashtu ta bllokon lëkurën dhe mund të krijojë mundësi infeksioni. Lëkura është shumë delikate, sidomos në verë, sidomos lëkura e fytyrës në zonat ku lëkura është më e hollë mund të ketë skuqje. Mirë është që mos përdoret make-upi dhe gjithmonë mbrojtësi nga dielli. Ajo është numër 1. Për të patur një lëkurë sa më të hidratuar, të kujdesur, të shëndetshme. Dhe të pish shumë ujë, sepse është çdo gjë dhe vjen dhe nga ushqyerja. Një ushqyerje e mirë rrezaton dhe në pamje. Sigurisht. Kështu,
Atëherë ne do bëjmë 2 luke sot. Ti do bësh, do jem rehat, ti është dëshikoj, dëshirë. Do bëjmë 2 luke. Të mund çfarë ngjyre do përdorësh? Do përdor ngjyra të bronz. Një luk shumë veror, jo shumë të egzageruar, është diçka që mund ta mbaj kushdo, mund të dalë jashtë kushdo me atë lloj luku. Dhe do të jetë diçka shumë e freskët, shumë verore, me shkëlqim. Që mund të kemi edhe në mëngjes. Okej, jo në pikë të mëngjesit, ose merr në keq, pak më vonë. Pak më vonë, nga dreka dhe në vazhdim. Për ty çfarë ngjyre të gjetë? Nga meshkull bjonde dhe ta lejon edhe. Unë do bëj diçka pak më të pazakont, që ndoshta jo çdo kush do ta preferonte dhe njerëzit mund thonë, është çmendur, çfarë po bën? Po mua më pëlqen eyeshadow i kuq, kështu që kam disa ditë pa e bërë dhe do ta bëj sot. Sepse edhe te Instagrami jot, ne mund të shikojmë që bën kombinime nga më të ndryshme dhe gjitha të shkojnë. Më pëlqen ta bëj dhe ta kombinoj një look në mënyrë që të më shkoj. Nuk është se më shkojnë të gjitha, mundohem që t'i vë në harmoni të tillë që të mos stonojnë bashkë. Ti nuk ke problem për shumë të dalësh me to, nuk e shih vetëm për foto. Jo, dhe mendoj që nuk dukem më çuditshëm, ndoshta më përpara në gjimnaz, ajo e çmendur ai që ve shumë ngjyra, lyja dhe flokët shumë i ndroja ngjyrat, po tani mendoj që njerëzit janë mësuar dhe nuk ju bën më përshtypje. Ndoshta te dikush tjetër do ishte wow, po. Edhe ti saporton, ti thjesht të bën për. Ndihem rehat dhe mendoj që ajo është arsyeja pse nuk duket çuditshëm. Prandaj nëse vajzat kanë dëshirë të bëjnë një ngjyrë ose të kombinojnë disa ngjyra të çuditshme, nëse të pëlqen, bëhe. Thjesht saportoj dhe me veshjen saportoj, tipit që ngjyrat të limitohen te pjesa e fytyrës edhe jo te pjesa e veshjes. Nëse e mban diçka me konfidencë, me vetbesim, atëherë nuk duket asnjëherë keq, çfarëdo që të jetë. Ne do nisim make-upin. Edhe po nisim. Do të përdor një primer hidratant që është i përshtatshëm për të gjitha lëkurat. Është për të hidratuar lëkurën. Kjo duhet në çdo rast, por sidomos në verë. Do bëjmë çdo pjesë të lëkurës, edhe poshtë syve. Njerëzit kanë gjithmonë shumë pyetje, mund ta vë këtë poshtë syve? Shkryuar ajo ideja që produktet mund të jenë të shumë agresive për pjesën zonën e syve. Një primer hidratant duhet në të gjithë lëkurën. Ndërkohë që lëkura jote thith gjithë primerin, unë do të përgatis pak nga primeri ngjyrë pjeshke për pjesën e rrathëve të zeza poshtë syve. Nuk është se ke nevojë shumë të madhe, po kjo na kursen shumë kohë pastaj në mbulimin me korrektor. Është më mirë të vendosësh shtresa të holla dhe të arrish rezultatin me një shtresë të hollë sesa ta mbysësh me një produkt që mund të jetë më i trash në përbërje. Shikoj lart. Një primer ngjyrë ngrohtë siç është kjo pjeshk ose një portokalli në rastet kur rrafët e syve janë më të errta, më blu, e ngrohin lëkurën rreth syve dhe bëjnë që pjesa e cila është zakonisht ose blu ose lejla, në rastet më të këqija kafe, bëjnë që të ngrohet dhe të zhduket pak ajo pjesa blu. Dhe kështu kur sim kohë tek korrektori. Pasi kam vënë primerat, do të vendos një bazë shumë të hollë me një foundation me mbulim mesatar, që është ultra HD në këtë rast. Edhe me që është të verë, zakonisht për shumë trupi merr ngjyrë më shpejt ose sa fytyra, mirëdhërisht për shumë verë. Sepse përgjithsisht njerëzit mbrojnë lëkurën e fytyrës më mirë se sa të trupit, nuk e di pse e kanë shumë bezdi që ta lyejnë dhe trupin me krem mbrojtës, se lëkura gjithandej duhet mbrohet njësoj dhe ngelet fytyra me çelët. Do ta aplikoj foundation me një furçë që krijon një aplikim shumë të lehtë, sepse e përhap shumë mirë kremin pudër dhe nuk dua që ta mbys lëkurën dhe të vendos produkt më shumë se sa është nevojshme. Edhe preferon në fakt të aplikosh çdo lloj gjëje me furçë sa me sfungjer. Po, gjithmonë. Furça është shumë herë më higjienike se sa sfungjeri, sepse me furçën e ke garancinë që e ke pastruar mirë, sepse mund ta shikosh nëse ka mbetje të produktit ose jo, ndërsa me sfungjeri nuk mund ta dish asnjëherë se çfarë ka mbledhur brenda. Dhe sfungjeri për një aplikim më të mirë përdoret i lagur, ajo lagështira mund të krijojë shumë gjëra të pakëndshme që me furçën i eviton. Baza që kam vënë është super e lehtë, është thuajse e padukshme.
që do të vazhdoj me një korrektor. Mjafton fare pak. Nuk e ndjen fare. Sidomos produktet që janë të bëra për profesionist, zakonisht mjafton fare pak për të arritur një rezultat shumë të mirë. Vendos vetëm pak korrektor në zonën poshtë syve. Korrektori është lehtësisht më i çelët se sa kremi pudrës që të krijojë një zonë drite. Duke qenë se edhe qerpikët na krijojnë hije poshtë syve, një zonë drite është shumë e nevojshme. E concealer mirë të ndihmon të dukesh sa më e freskët, sikur ke pjetur gjithë. Në zonën poshtë syve do të përdor një pudër që është në pigment më roz, sepse i jep shumë dritë. Zonës poshtë syve dhe mua më pëlqen drita poshtë syve. Nësa në pjesën tjetër të fytyrës do të përdor një thjesht të zakonshëm që me një ngjyrë më natyrale. Pjesën tjetër të fytyrës do të përdor një pudër fiksuese, thjesht që të fiksoj make-upin. Pudra fiksuese njëkohësisht krijon dhe një efekt mat, sepse shkëlqimin e duam vetëm aty ku e duam ne. Jo kudo. Jo në të gjithë fytyrën. Do të vazhdojmë me një bronzer. Meqense lëkura jote është shumë e çelët, nuk dua të përdor një contouring kit që është pak më i errët, mund të duket shumë, dua diçka shumë të lehtë dhe natyrale. Do të konturoj lehtësisht, por pa e tepruar. Make-upi duhet jetë iluzion optik, jo truk. Konturimi me bronzer është një mënyrë shumë e mirë dhe për vajzat që kanë lëkurë të çelët, në vend që të përdorin një foundation më të errët, mund thjesht përdorin atë që vendosin dhe në dimër dhe zakonisht dhe t'i shtojnë një bronzer, është mënyra më natyrale për të dukur pak më me ngjyrë. Pa e tepruar sigurisht, vetëm të vendit që duhet. Dhe nuk ka gjë më të frikshme se sa i dallimi i fytyrës me qafën. Do të vendos vetëm pak në hund, jo sepse hunda jote ka nevojë për korrigjime, por sepse dua pak ngjyrë dhe në qendër të fytyrës, që mos duket çdo gjë e bardhë dhe bronzer. Pas bronzerit do të aplikoj një blush në ngjyrë pjeshk, është shumë e lehtë, është shumë e përshtatshme për vajzat me lëkurë të çelët. Dhe sidomos tani në verë duket sikur ti thjesht je pak e skuqur vetë dhe nuk e bër make-up, duket shumë natyrale. Do të vazhdoj me vetullën. Për vetullën do të përdor një gel waterproof. Fillon duke e krehur, që të kuptosh se çfarë drejtimi kanë qimet, ka marrë një ngjyrë që mos bëj dallim shumë të madh me vetullën tënde, dhe vetëm do ta mbushim pak. Pjesën e fillimit të vetullës do ta lej thuajse pa asgjë. Që duket sa më natyrale. Duket sa më natyrale, sepse pjesa e parë e vetullës, nëse ti vizaton diçka shumë grafike, katrore aty, të nxjerr të gjithë çfarë ke bërë me vetullën, që vetulla të qëndrojë në vend, qimet mos të shkojnë në drejtime të padëshiruara. Do t'i vendosim dhe një gel. Një gel me ngjyrë i bën duken dhe akoma më të plota. Do të vazhdoj me syt. Do të vendos një ngjyrë të çelët në pjesët e syrit që unë dua dritë. Vylle? Në fillim të syrit, në pjesën e brendshme të syrit, sepse tregon syrin më të madh, më të hapur, dhe poshtë vetullës, që vetulla të duket më e ngritur. Ne jemi gati për bazën. Përdor këtë ngjyrë shumë e bukur. Është një bronze që vjen pak në roz. Është një ngjyrë e bukur. Përgjithsisht i shkon të gjithëve. Dhe është ngjyrë shumë verore. Thjesht do ta aplikoj në të gjithë syrin, sepse do përdor një ngjyrë tjetër për ta definuar më shumë. Aplikoj dhe në pjesën e poshtme dhe do të përdor këtë ngjyrë vetëm për ta definuar. Do të vendosim pak nga erta edhe në pjesën e poshtme të syrit, që syri mos të duket si i zhveshur, sepse lart ka goxha ngjyrë dhe është e dukshme dhe në pjesën e syrit poshtë është më bukur që të jetë një ngjyrë më e fortë. Do të vendosim një penel shumë të hollë kafë, vetëm që të theksojmë qerpikët më shumë se sa për të krijuar një penel jashtëzakonisht. Ne aplikojmë një rimel që është për zgjatje. Nuk e zgjodha për arsyen e zgjatjes, më shumë se sa për arsyen se ky rimel nuk i ngjit qerpikët bashkë. Okej, do të vendosim një laps brenda syrit, sepse me kaq është akoma i pa definuar, aq sa dua. Një laps i lehtë fare, ngjyrë kafe. Do bëj pak ndryshim, po jo të agresoj lukun shumë. Dua të vendos shumë pak nga këto xixat, ngjyrë bakri, vetëm që të jap pak më shumë shkëlqim syrit në pjesën e mesit të syrit. Dhe do të kalojmë tek pjesa më e preferuar e Sarës. Te highlighteri. Jepi.
që do ta vendosim në çdo pjesë të fytyrës që duam ta nxjerrim në pa. Lish besoj për sa i përket highlight nuk ka limit. Ka limit. Sepse nuk mund të ecësh vërdau duke shkëlqyer si Dizoline. Duam vetëm aty ku na duhet. Reflekton dielli, nuk të ka dielli pastaj. Po, prap nuk dukesh shëmtuar me highlighter. Ndonjëherë të provohet, prap është produkt që nuk të prish shumë punë. Pjesa lart buzës. Do të vazhdojmë me buzëkuqin. Do të bëjmë një ngjyrë ndaj këtë ngjyrë. Është si buzëkuqin më pëlqen shumë, janë shumë të bukur. Si nude, pak roz, pak më ndezur, po prap jo shumë i egzageruar, më pëlqen. Me që me çdo gjë tjetër kemi mbaruar, atëherë do hedhim dhe setting spray, në mënyrë që make-upit të zgjasë gjithë ditën e gjithë natën, derisa ta heqim vetë dhe mos na hiqet. Kjo është looku i parë. Do të fillojmë me një primer ngjyrë të verdhë. Është ideal për lëkurat që janë të ftohta, për shembull lëkurat aziatike ose që janë shumë të zbehta, si lëkura ime, edhe mirë është që t'i japësh pak ngjyrë dhe do ta përhap nëpër të gjithë fytyrën. Pas primerit me ngjyrë të verdhë do përdor pra primerin ngjyrë pjeshk që përdora dhe me sarën për pjesën e syve. Dhe më pas do të përdor një foundation liquid lifting që ka efekt lifting dhe është shumë hidratuese për lëkurat e thata. Dhe do ta përhap në të gjithë fytyrën. Dhe mbasi gjithë fytyra është me foundation, do të vendos korrektorin për poshtë syve. Do të vendos dhe një korrektor tjetër që është për njollat, për puçrat, për çfarë do lloj gjëje doni mbuloni në fytyrë, por që nuk përdoret për zonën poshtë syve. Do të përdor një pudër fiksuese për të gjithë fytyrën. Dhe nis me zonën poshtë syve që korrektori të mos ketë kohë dhe të futet në rrudhat e holla poshtë syrit. Mbasi fiksohet me pudër, nuk krijohen linja dhe vija. Dhe do të vazhdojmë me konturimin e fytyrës me bronzer. Do të vendosim një blush në ngjyrë roz, jo të ndezur, është një roz goxha e vakët. Dhe vazhdojmë me make-upin e syve. Përdor një gel për vetulla. Do të vendos një gel ngjyrë të kuqe si bazë. Dhe më pas do të vendos një eyeshadow të kuqe mbi bazën. Do të vendos në zonën poshtë vetullës dhe tek pjesa e brendshme e syrit një ngjyrë me shkëlqim. Dhe po të njëjtën ngjyrë do ta përdor dhe si highlighter. Do të vendos dhe një penel për ta definuar syrin më shumë. Do të aplikoj dhe rimeli. Okej, atëherë, këto ishin looket që kjo është pak më dramatike dhe shumë e bukur. Kjo është pak më përditshme dhe më për mëngjes. Jo mëngjes, drek. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe ju puthim. Ciao.